Territori i Kosovës për datën 19 maj 2026 do të karakterizohet nga mot me vranësira të pjeshme dhe reshje lokale shiu kryesisht në pjesën perëndimore. Paraditja do të jetë relativisht stabile në shumicën e territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë reshje të lehta lokale në rajonin e Pejës dhe Prizrenit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 9 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 19 gradë Celsius, Pej 10 deri në 16 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 17 gradë Celsius, Perizaj 10 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 16 gradë Celsius, Suhareg 10 deri në 18 gradë Celsius, Prizren 11 deri në 15 gradë Celsius,